thjesht dhe kam thënë që reforma në drejtësi është një foshnjë e vdekur. Ka lindur e vdekur, SPAK-u ishte një lloj reanimacioni me cilin u përpoq pushteti që ta shpëtoj, duke thënë që kemi SPAK-un, duke bërë arrestime, ka më shumë se një vit, ndoshta po bëhen 2, që ne kemi arrestime ose shpallje hapish procesesh, por nuk kemi njerëz të çuar në gjyq. SPAK-u e kishte shansin deri në 11-12 maj. Qofse do të tregonte diçka. Këtu në studion tënde unë kam thënë që SPAK-u për mua është një alibi e Edi Ramës për të thënë që votimi është proces i ndershëm. Dhe prandaj u fute task force, jo vetëm SPAK-u, se task forca kishte edhe prokuroritë e rretheve. Dhe sa më pak procese, hetimet ketë për atë gjë, aq më automatikisht i lanë duart Pilatit, duke thënë në arendë ndërkombëtare që urdhoni ju kishte dhe strukturën e posaçme dhe prokurin, të cilat nuk kanë konstatuar shkelje. Këtë mendoj për SPAK-un dhe më lejo ta mbyll këtu me SPAK-un për të hapur 2 dritare tjera, po në vazhdimin e kësaj. Po këtu te ti unë kam thënë që vjedhja nuk ndodh në kuti. Këtu në kuti janë gjërat vogla. Gjithë marrja pushtetit, s'po e quaj vjedhje se po na çojnë SPAK edhe kush ri vite. Marrja pushtetit fillon shumë herët. 2 gjëra janë denoncuar dhe nga opozita, një është shpërndarja e lekëve të pensioneve që u njoftua që në fund vitin e kaluar, që u nda në 2 këste kjo. Një u bë për vitrin, një u bë për prill. Para zgjedhjeve, edhe e falja gjobave.